do të kesh 2-3 biznese, do të ecin mirë, do thotë që ke shkeli çiksyu nga ana tjetër e lumit. Edhe për këto të opozitës se kam vrejtje. Qartë. Unë ka mundësin me këtë hapësirë publike që ju më krijon, ju falenderoj gjithë ato punonjës medie që demonstrojnë integritet moral para shoqërisë. Të gjithë ato zëra opozitare, edhe jashtë partjak. Duhet të ngrihen në dobi të shoqërisë tyre, të familjeve të tyre, të armës të vendit tonë. Nuk është mirë të shesim ishurit për të bërë qoka politike. Nuk është mirë të shemi portën e Durrësit që është afeksion, është dobi ekonomike, dobi strategjike. Është çdo shqiptar ka kaluar me port. Ta shemish pse se do bëjmë një port turistik. Në Dubai, ato shekët nuk kanë shem një kacollë llamarinësh me bo Dubai, para kanë bo larg. Pse duhet shemim një port në Durrës? Shumë mirë, në një vend tjetër Bregdetin, Porto Romane, ku do të qoftë, e boqëm të portën e jadeve. Por sepse ato oligarkët e Ramës thonë që në qendër të Durrësit ka ma vlerë 1 metër katror në ndërtim. Sheme dhe me legët e qytetarëve bëjmë një port tjetër. Kjo është afera më korruptive e shekullit. Dhe unë kritikoj dhe opozitën që ka folur shumë pak për këtë çështje. Zoti Tika, në fakt do doja të ndalesha tek një tjetër zhvillim, tek rasti i zonjës Belinda Palluku pra zëvendës kryeministres. Kryeministri Edi Rama vetë ka deklaruar ditën e djeshme se kuvendi nuk do të shqyrtojë kërkesën e SPAK deri në vendimin e gjykatës kushtetuese. Ju si e keni parë të gjithë të zhvillim ndaj zonjës Palluku dhe nga ana tjetër, a mos ndoshta po vendoset këtu një precedent ku shumica parlamentare i vendos një pauzë, po e them në thonjza drejtësisë sa herë që çështja prek pushtetin? Shiko Mojzoj, veprimi zonjës Palluku nuk duhet mori shkputur. Ajo është produkt i një sistemi të tërë që është kriju në këtë qeveri që mund të themi me plot gojen. Kjo po në rezulton një qeveri vagabondash. Kjo nuk po vjell, kjo po dhunon, kjo po merr me forcë gjërat. Nuk don me ditë fare që ekziston ligji, që ekziston populli. Sa kohë dënohesh opozita, këto duhet të rkisnin SPAK-un. Kur drejtësia po vepron dhe duhet ta falenderoj, ato janë heroj të vërtet tani të shqiptarëve, a me ndikimin e faktorëve ndërkombëtar, a duke parë që është mush kupa, ka arritur thika në kocë dhe ato janë bërë koshient, duhet mbështet nga çdo shqiptar, nga çdo parti politike, jo t'i vemi kundër. Ato tani më ngjajnë si një hajdut i kapur në flagrancë dhe asnjë keni pa një hajdut të arrestohet pa bërë rezistencë ndaj forcave të policisë. Dhe unë ato i shoh si rezistenca e fundit që i bëjnë për të mos u dorëzuar drejtësisë. Por nuk kanë rrugë dalje. Janë si peshku në grep, nuk kanë katike, ne kanë filistojnë në vetë, shkojnë katë dhem. Qartë. Por nga ana tjetër, zoti Tika, është vetë kuvendi ku përmes shumicës refuzon të shqyrtojë edhe kërkesën e SPAK pra në gjithë të fazët e hetimit. Apo shndrohet ndoshta kuvendi nga organi kushtetues në një mburojë politike për të gjithë anëtarët e qeverisë dhe pikërisht për rastin e zonjës Palluku? Po kjo shpjegohet shumë lehtë, Mojzoj. Unë nuk e kam njoh mirë, unë njoh mirë politikën, po jo prapaskendet e politikës. Këto terremuj që erdhën në Shqipëri më shërbyen shumë për të pa disa immoralitetet pa llogaritshme që kanë politikën shqiptare. Aty Edi Rama krenohet me atë shifrën kam 83-84 deputet, por nuk është i ndershëm, sepse ka ato numra 10-15 deputet vinë nga bota e krimit. Njerëz anonim që s'kan dhënë asnjë lloj kontributi në fushën e politikës kanë startuar politikë si një rufe në qiell të hapur, dhe janë futur në parlament. Dhe njerëz me kontribute, njerëz me kualitete janë në Shqipëri është bler vota. Në Shqipëri janë lëvizur mekanizma shumë të turpshme. Janë shtuar da unë për shembull që visha nga Italia, rrisha deri 11 natës, nuk kishim lek me orë bukë, e merrshim një picë ndajshim për gjysmë ato shkret mbështetës i mbështetshim mua. Kurse ato shkojnë në hajën darkën gjuhë kalit, thot populli, me peshk. Ato shpërndashin 100-200 euro për votë. Kanë lëviz çantët me para në për qytet. Unë thjesha atë numrin task force në SPAK-ut, nuk hapte telefonin asnjë. Kam dhënë intervistë kësyri atëherë mas zgjedhjeve dhe s'ma mundi veshën asnjëri. Është qartë. A shumë leku lum. Ato nuk janë deputet që shprehen vullnetin e popullit. Ato janë deputet që shprehen dhe vullnetin e krimit.
Rama, do t'i vitë tërë të thotë që kam 83 mandat. Të i vitë tërë, nuk janë gjithë mandatet e ti. Edhe të badhe dhe krimin në përrete. Qartë. Zotika, nga ana tjetër, vetë kryeministri shqiptar Edi Rama e shuan të gjithë veprimtarinë e SPAK të nxituar, por nga ana tjetër flet edhe për masa ekstreme, pra sa i përket çështjes së zonjës Balluku që unë përmenda. Dhe pyetja lind se kush e përcakton tashmë se kur drejtësia është e nxituar, pra është vetë ligji ai që e përcakton apo në këtë rast është pushteti politik? Unë mendoj që e përcakton sovrani zonjë. E përcakton populli kush ka drejt. Edhe qytetarët duhet bëhen gjallë. Kam dy rrugë. Edhe Edi Rama nuk duhet bëj akrobaci politike me hutu opinionin publik, me gjithë do bolino media që ka Shqipëria, që e pan gjithë shqiptarët, se si në parat e vjedhura të përgjimet e Balluku, thot aja dhe lekët bolinos. Të shi nuk ka të qifin, ma ka ndalë hapës çdo gjë të shi. Është qytetarët që vendosin. Rama duhet i shpjegoj popullit shqiptar, a je me korrupsionin, a je me drejtsin. Mos bëj me hyn fushën e jurisdiksionit, është kompatibile, a nuk është kompatibile, a lejon kushtetusja, a nuk e lejon kushtetusja. Ai në radhë parë është njëri politik, nuk është jurist. Duhet i thotë qytetar shqiptar, si njëri politik, ti zotëri, je me njerëzit e korruptuar, je me vjedhjen apo je me drejtsin. Këtë nuk po e bën. Këtë do t'i kërkojnë gazetarët e Ramës nëpër studio. Qartë. Mirë, Zotika, për ta mbyllur sepse kemi arritur në fund të limitit kohës, pyetja ime fundit është për lëvizjen e zotit Saliani. Si e keni parë lëvizjen e tij që ndodhi para 2 javësh dhe takimet e tij që organizoi, por kur ndërkohë ditën e djeshme ishte i pranishëm në protestë dhe deklaroi se e gjitha e lëvizja ishte për të zgjuar demokratët. Shiko, unë me të gjithë problematikat që ngren Saliani, jam dakord. Saliani ka bëj një gabim. Taktik të vogël. Grekët e lashtë kanë pas një shprehje të bukur. Kur të vjen një lajm këtë derë, thonë, më përpara më merr me vërtetësinë e lajmit, po merr me besueshmërinë e lajmëtarit. Tani zoti Saliani e ka një precedent jo për fajin e tij, për fajin e se si Edi Rama pa të vënë durët për të kapur pozitën, ajo bë pjesë e anës gabuar të zhvillimeve, ka një precedent jo të hishëm në favor të vetës, dhe njerëzit e shfrytzuan këtë precedent. Unë kam parë komente dhe unë kam qenë pjesë e këtyre komenteve, që s'mo bi shkopi bejsbollit me qajt hallet dhe Partisë Demokratike. Por ai parë ngren problematikat e tij në takime, i ka gjithë të drejta. Ka generale që doktor Berisha mban anësh që e kanë humbur tavan, kanë humbur besimin, kanë humbur mbështetjen bazë. Doktor Berisha duhet të gjejë forcë, duhet të arrijë për të ri Partinë Demokratike. Duhet marrë edhe zëret opozitar. Raporti me mendimin kundra është i dobishëm për çdo individ, për çdo qytetar, për çdo njeri me formim intelektual tek vetja. Po s'vlerësohet mendimin kundra, je njeri mbyllur, nuk ecën përpara në jetë. Dhe Partia Demokratike më jep përshtypjen si ku ka fryk përballet me antarësinë. Është mbyllur aty me njëri-tjetrin, nuk bëjnë llogaridhënie, nuk bëjnë takim. Po si është e model, Edi Rama fitoi zgjedhjet dhe mori kontaktet me gjithë bazën e Partisë Socialiste nëpër Shqipëri. Partia Demokratike i humbi dhe 6 muaj humbi kontaktet me bazën. Qartë. Mirë, Zotika. Nuk ka fikje. E fundit, edhe një mesazh për të gjithë qytetarët shqiptarë dhe më pas e mbyllim. Unë i përshëndes gjithë qytetarët shqiptarë të majtë të djathtë, me thënë drejtën, ne jemi jashtë, i duam gjithë, i duam bashkë. Natyrisht kjo nuk unifikon qëndrimet politike, i bëj thirrje njerëzve të jenë sa më pak militant dhe sa më shumë të arsyeshëm dhe përbashkues për interesat kombëtare. Mirë, Zotika, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet që nda sot me mua, ishte kënaqësi. Falenderoj që më dhet mundësinë të komunikoj. Faleminderit shumë, jeni mirë pritur. Ju falenderoj. Mirë, të nderuar teleshikues, ishim me zotin Skënder Dika, ish deputet në Parlamentin e parë pluralist 1991 i Partisë Demokratike dhe së fundmi më 11 maj kandidat për deputet i Partisë Demokratike në zonën e Shijakut. Këtu po mbyllim këtë pjesë të parë dhe më pas rikthehemi në pjesën e dytë.